Lavdi emrit të Zotit ton. Falenderojmë Perëndin për këtë darkë, të hapim ju lutem shkrimin nga libri i profetit Isaia. Profeti Isaia është kapitulli 31. Isaia kapitulli 31. Kapitulli 31 Isaia. Mirë ata që zbresin në Egjipt në kërkim të ndihmës dhe u besojnë kuajvet, kanë besim të qerret, sepse janë të shumta dhe të kalorësit sepse janë shumë, të fuqishëm por nuk shikojnë të shenjtin e Izraelit dhe nuk kërkojnë Zotin. Megjithatë edhe ai është i urtë dhe do të sjellë gjemen. Ai nuk do t'i tërheq fjalët e tij, por do të ngrihet kundër shtëpisë të njerëzve të këqin dhe kundër ndihmës së atyre që bëjnë pa udhësi. Por egjiptasit janë njerëz dhe jo Perëndi. Kuajt e tyre janë mish dhe jo frymë. Kur Zoti do të shtrijë dorën e vet, mbrojtësit do t'i merren këmbët dhe i mbrojturi do të rrezohet, do të vdesin të gjithë bashkë. Sepse kështu ka thënë Zoti: ashtu si luani apo luanesha vërbullin mbi prenë e vet, kur kundër tij është mbledhur një numër i madh barinj dhe ai nuk ka frikë nga britmat e tyre dhe as trembet nga zhurma e tyre. Kështu do të zbres Zoti i ushtrive për të luftuar në malin e Sionit dhe në kodrën e tij. Ashtu si zogj fluturojnë mbi të vegjlit e tyre, kështu Zoti i ushtrive do të mbrojë Jeruzalemin. Do ta mbroj dhe do ta çliroj, do ta kursej dhe do ta shpëtoj. Kthehuni tek ai nga i cili jeni larguar shumë, o bijtë të Izraelit. Atë ditë secili do të flak idhujt e tij prej ragjendi dhe idhujt e tij prej ari, që duart tuaja kanë bërë duke mëkatuar për ju. Atëherë Asiria do të bjerë nga një shpatë jo prej njeriu dhe një shpatë jo prej njeriu do ta përpi. Do t'ja mbath para shpatës dhe të rinjtë e tij do t'i nënshtrohen punës së detyruar. Nga frika do të kalojnë përtej kështjellës dhe princat e saj do të tmerrohen për shkak të flamurit, thot Zoti që ka zjarrin e tij në Sion dhe furrën e tij në Jeruzalem. Falenderojmë Zotin për fjalën e tij. Mësimi qendror i mesazhit të sotshëm. Perëndia është i mirë dhe e don njeriu. Perëndia është i mirë dhe në mirësinë e tij thërret ose ka këshill të mirë dhe mendim të mirë për popullin e tij, për ty dhe për mua. Ky është mesazhi që don Zoti sot ta kujtojmë gjithnjë. Perëndia është dashuri. Dhe është kaq dashuri ku po të shohim tek paragrafi i 4, aty nga fundi i paragrafit të 4 thot se Zoti, sikur se lexuam, është gati, ky Zot i ushtrivet, për të luftuar në malin e Sionit dhe në kodrën e tij. Nuk ke besuar në një Perëndi që është lart, një Perëndi i largët, që ka distancën e sigurisë prej teje dhe prej meje, dhe thot fjalë thjesht dhe bëhet. Por vjen pranë tejet, vjen pranë tejet në jetën tënde, të kap përdore dhe ecni së bashku. Dhe është gati, jo vetëm thjesht që të ecni së bashku, por është i gatshëm që të luftoj për ty, për ato të cilat ti duhet t'i bësh, t'i luftosh ti, dhe në vendin tënd bën luftën ai. Sa herë ka marrë pozicionin ton Perëndia, sa herë ka vepruar Perëndia
kur ne nuk mundemi të bëjmë asgjë dhe jemi gati për të dorëzuar në atë që vjen. Por Perëndia është mbrojtësi yt, mbrojtësi i Jeruzalemit dhe është gjithmonë gati, jo vetëm që të na mbrojë, por edhe të luftoj për ne dhe të na çliroj. Çfarë don Perëndia dhe çfarë kërkon prej nesh? Kthehuni nga o gjithë populli Izraelit që të gjithë u larguat. Kthehuni tek unë. Shiko se çfarë kërkon pra Perëndia. Dhe e habitshme e dini cila është. Le ta shohim pak, sikur se ne më falni që do të shprehem kështu, por dikush është në vend të Perëndisë dhe ka pushtet të plot, mund të bëjë gjithçka. Ta vendosim pra veten tonë në vend të Perëndisë. Dhe çfarë kërkon nga ai që ka për ta ndihmuar? Unë çfarë do të bëja? Atë që do të bëja unë është eja tek unë, kthehu tek unë, bëj frytet të denja pendeset dhe unë kam për të ndihmuar. Unë këtë do të thoja po të isha Zot, ose mbase të gjithë ne do të thonim të njëjtën gjë. Por mirësia e Perëndisë përpara thot se kam për të mbrojtur, përpara na thot se unë kam për të luftuar në betejat e jetës sate, unë kam për të qenë me ty dhe do të eci me ty dhe pastaj të thot të lutem, ja ku jam, ja karakteri im, ja këshilla ime, ja vullneti im, ja veprimet që bëj, të lutem mos u largo prej meje. Por kthehu tek unë. Kthehu tek unë përse? Sepse në kthimin tënd do të shohësh se kush është karakteri i Perëndisë. Është shumë e rëndësishme sepse njeriu sa më pranë Zotit të jetë, atëherë kaq më shumë dhe kaq më shpesh herë shef veprimet e Perëndisë në jetën e tij. Por vjen Perëndia dhe na thot se ekziston diçka që do të kemi kujdes. Gjërat që bëhen në jetën tonë mvaret nga vetë zgjedhjet që ne bëjmë. Se çfarë do të më ndodh mua në jetën time, kjo nuk mvaret nga Perëndia. Se si, se sa dhe se përse dhe se kur do të veproj Perëndia në jetën time, është një Perëndi i gatshëm që të veproj dhe kjo mvaret përsëri nga unë. Dhe vjen profeti Jeremia, do të doja të shkonim pak të shohim tek kapitulli 17 i Jeremias, thot fjala e Perëndisë. Në paragrafin e 5 të kapitullit të 17, thot, kështu thot Zoti, mallkuar qoftë njeriu që ka besim te njeriu dhe e bën nga mishi krahun e tij, dhe zemra të cilit largohet nga Zoti. Nëse pra zemra ime është larguar nga Zoti, atëherë nuk do të takoj një Perëndi hakmarrës, nuk do të takohem me një Perëndi i cili do të bie në duart e tij kështu pa dashje, por thjesht do të jem larguar nga mirësia e tij. Sepse të kundërtën thot në paragrafin e 7, lumaj njeri që beson te Zoti dhe që besimi i tij është Zoti. Ki kujdes ka për të thënë. Nuk do të thot i bekuar ai që beson, i bekuar ai që është i shenjtë, i bekuar ai që është i fortë, ai miri, ai sjellshmi. Jo. Sepse do të vinë vështirësi në jetën time. Këtë do të themi, kjo është qendra e mesazhit përsëri. Do të vinë vështirësi në jetën tonë. Besimi jon do të dobësohet, forcat dhe fuqitë tona do të bien. Vallë, kush person? Ku është i hedhur shikimi yt? Nga kush pret të marrësh? Ku është e vën zemra ime sot? Dhe është e vështirë kjo ta kuptojmë.
sepse pak më poshtë do të na thot në paragrafin e 9 se zemra e njeriut gënjehet më tepër se çdo gjë dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njoh atë? Tani këtu kam një problem. Dua, a e di dhe e njoh zemrën time nëse mundem? Mundem. Nëse mundem, sa mundem? Dhe nëse mundem, atë që mundem ta bëj, a është vullneti i Perëndis? Dhe nëse unë, sikur se thot apostulli Paul, dua të bëj atë që është vullneti i Perëndis, ndërsa brenda meje të ekziston një tjetër ligj, ligji i mëkatit, ligji i mishit, i cili më shtyn dhe më largon dhe më distancon nga Perëndia dhe më çon në drejtim të kundërt. Atëherë çfarë do të bëj? Si unë do të mundem ta vendosi jetën time në vullnetin e Perëndis? Do të na thot tek paragrafi 10. Unë, Zoti, njoh zemrën dhe vën në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. A bukur, mos u shqetëso, sepse kush shpreson tek Zoti, kthen sytë e Perëndis mbi veten e tij, dhe kur sytë e Zotit janë mbi ty, atëherë është ai i cili i regjistron këshillat e zemrës sate, i drejton hapat e tu dhe lejon në jetën tënde veprime të tilla në mënyrë që gjithmonë të shohësh të mirën e tij, të shohësh dorën e tij të mirë. Shpreso në Zotin. Le të kthehemi përsëri ku ishim. Do të thoshte dikush i mallkuar ai që shpreson tek njeriu dhe i bekuar ai që shpreson në Zotin. Mbaruam, e mbyllim, hajde të ikim. Jo, por nuk jemi vetëm. Rruga nuk ka të bëj me mua dhe Zotin vetëm. Jeta ime ka pengesa, ka çështje, kam një kundërshtar në jetë, kam djallin. Dhe në pjesën që lexuam, djalli quhet Asiri. Perandoria e Asiris është fuqia më e madhe e asaj kohet. Nuk është frikë thjesht, por është tmerr Asiria. Asirit nuk i pëlqen vetëm të vras, por i pëlqen që të torturojë. Kush bie në duart e asirëve, atëherë nuk do të vdes lehtë, por do të torturohet, do të mundohet vazhdimisht. Pra, është djalli mbi tokë sot. Dhe e dini vëllezër dhe motra të dashur se në jetën tonë, të gjithë ne, shumë herë kemi ardhur përballë me asirë të vegjël apo të mëdhenj. Pra vinë në jetën tonë vështirësi, vinë probleme, të cilat na krijojnë frikë, na krijojnë pasiguri. Dhe pyetja është se kur të vijë asiri në jetën tënde, çfarë do të bësh? Nga ku do ta kthesh shikimin tënd dhe nga ku do të shpresosh? Profeti Isaia jeton dhe shërben në periudhën e dy mbretërve. Është në shekullin e 8 para shumë përpara Krishtit, 800 vjet përpara Krishtit. Ishin dy mbretër, Ashazi dhe Ezekia. Bab dhe bir ishin Ashazi dhe Ezekia. Ashazi, i ati. Njeri vaj hallit për te. Mëkatar shumë. Ndërtoi altaret mbi malet, pra duke adhuruar perëndi të tjerë, qëndroi në ta
në mënyrë që të kënaq ato perëndit dhe mori objektiv që të vras fëmijën e tij ta bëjë flijim për Zotin. I lejoi popullit dhe e këshilloi popullin që të adhurojnë idhujt. Dhe populli dal nga dal kështu bëri. Dhe vjen Asiri. Asiri vjen dhe Ashazi çfarë do të bëj? Në veri janë dy mbretëri. Është mbretëria e Sirisë dhe Samarisë. Këto dy mbretër e tharrasin Ashazin që të mund të bashkohen për të luftuar kundër Asirisë. Ashazi nga ana njerëzore dhe në mënyrë dinake mendon dhe i peshon gjërat. Ndërsa fillimisht mendoi të shkojë të zbresë në Egjipt që të merrte ndihmë nga Egjipti, e gjykoi se është një mund i kot. Dhe kështu dërgon një mesazh tek mbreti i Asirisë duke i thënë se unë jam shërptori yt dhe jam biri yt. Eja të bëjmë beslidhje së bashku. Do të bësh beslidhje me Asirin, me vështirësinë që po vjen në jetën tënde, në vend që ti nënshtrohesh atij. Dhe e viziton profeti Isaia dhe i thot: kërko fjalën e Zotit, i thot. Të dashur vëllezër dhe motra, kërkojmë fjalën e Zotit. Kërko fjalën. Perëndia është i gjallë, do të thot Isaia. Dhe përgjigja e Ashazit: mos u bëft kjo që të ndoj Zotin Perëndin tim. Nuk ishte prej turpit apo nga kultura që kishte, por nga frika, sepse do të ballafaqohej me të vërtetën e Perëndisë. Mos e ki frikë të drejtën e Perëndisë, udhëzimin e Perëndisë, sepse udhët e Zotit janë të sakta. Jeta që të ofron Perëndia, akoma edhe nëpërmjet vështirësive, janë të kënaqshme. Falenderojmë Zotin. Mos e bëfsha këtë punë që të ndoj Zotin Perëndin tim, tha Ashazi. Ma nuk po të ndon Zotin, por ka për të drejtuar në të gjithë të vërtetën. Rezultati është se asirët të vinë, të bëjnë Juden një vend të shkret, të marrin nga tempulli të gjithë arin, të marrin mbretin Ashaz, shok të tyre, dhe mundësisht kaq mik i mirë i tyre, sa që vizitoi një vend të Asirisë dhe pa një bust të bukur, një altar të bukur atje, tek idhujt e Asirisë, dhe i pëlqeu kaq shumë, sa që shembi altarin e tempullit të Solomonit dhe bëri një të tillë që kishte parë një idhull. Asiri, po ta pranosh, ka për të pranuar, ka për të bërë një me veten e tij, ka për të ndryshuar dhe emrin dhe gjuhën, ka për të ndryshuar dhe zakonet dhe traditat, dhe ka për të marrë taksat, do të thith taksat, do të marrë fëmijët e tu, pasurinë tënde, do t'i marrë të gjitha. Përse? Sepse shpresa jote nuk është tek Perëndia, por është tek njerëzit. Falenderojmë Zotin. Dhe çfarë duhet të bëjmë tani? Shembull, Ezekia, biri Ezekias. Ezekia kishte rrugë ose udhë të drejta përpara Zotit. Nuk shpresoi kurrë në jetën e tij në njerëzit. Ishte i fortë, i dobët ishte. Shumë i dobët ishte. Dhe vjen përsëri Asiri dhe e rrethon Jeruzalemin. Dhe gjendja është shumë e vështirë. Dhe oficeri i Senakerimit që ofendon
judejt dhe oficerët atij ishte një ofendim i madh dhe përgjigja e Ezekias ndaj njerëzve. Thot, çfarëdo që të dëgjoni, çfarëdo që t'ju thojnë, ju heshtni. Mos ju përgjigj dinakut, mos hap muhabet me asiret, mos vazhdo të bashkëbisedosh me ta, pavarësisht nëse flet në gjuhën judese, ç'është i themi. Mos e bëj. Dhe mundësisht çfarëdo që të thot, shkruaj në një letër dhe çoja përpara Zotit. Ktheje letrën përpara Zotit dhe thuaj, këto thot për ty, o Zot, se Perëndia mundet të të shpëtoj nga duart e tij, ndërsa nuk të ka shpëtuar deri më sot asnjë popull. E dim se ku kemi besuar. Kemi besuar në Zotin e qiellit dhe të dheut. Kemi besuar në një Perëndi që është krijues dhe bërës. Si vallë, krijimi i Perëndis të qëndroj përpara Perëndis, të ngrej shtatin e tij dhe të thotë se unë jam më i fortë se ti. Shko përpara Zotit dhe kërko fjalë nga Perëndia. Dhe erdhi fjala e Zotit tek Ezekia. Dhe fjala e Zotit është, ti rri në anë, tani do të veproj unë. As si pas forcës, as si pas fuqisë, por vetëm si pas frymës time të shenjtë, thot Zoti. Frikën që ke ti, paragrafi 9, 8 më falni. Atëherë Asiria do të bjerë nga një shpatë, jo prej njeriut, 180.000 veta u vranë në mes tyret, me njëri tjetrin. Pra, jo prej njeriut, dhe mundësisht jo një shpatë prej njeriu do t'i përpiu, do t'ja mbath para shpatës dhe të rinjtë e tij do t'i nënshtrohen punës së detyruar. Pra, pas tyre erdhi perandoria babilonase dhe i nënshtroi të gjithë. Dhe nga frika, ma unë kam frikë, unë po dridhem. Ai është Asiri. Perëndia mundet që të shndërrojë gjithçka për një moment kohet në jetën tënde. Por shpreso pra vetëm në Zotin. Shikimin tënd mos e largo nga ajo që ka për të thënë Perëndia. Dhe të paret e tyre do të tremben. Princat e saj do të tmerrohen për shkak të flamurit. Përse? Sepse Zoti është ai që më mbron. Kjo është teoria jonë. Tani do të duhet të shohim në jetën tonë, në të përditshmën tonë. Vallë, si duhet të qëndrojmë përpara Asirisë, që vjen, që dikur erdhi dhe që po vjen dhe do të vijë, sepse nuk do të mbetesh pa vështirësi. Nuk do të mbetesh pa shkaqe serioze të frikës në jetën tënde. Do të ekzistojnë momente ku besimi yt do të shpëtojë. Do të vinë momentet ku udhëkriqi yt do të jetë e vetmja zgjidhje jotja dhe do të shohësh vetëm një mur përpara tejet. Dhe nga që do të shohësh mur përpara, do të shohësh dhe mure majtas dhe djathtas, nga do të kthesh kryet tënd, do të lejoj Perëndia këtë udhëkriq që të shohësh lart. Por ki kujdes, mos u kthe mbrapsht. Mos u kthe atje nga ku ishe larguar dikur, nga ku kishe ikur. Në kapitullin përpara këtij na thot, mirë, kapitulli 30, mirë për ato bi që u larguan nga Zoti, të cilët nuk marrin prej mejet mendimin dhe jo nëpërmjet frymës time,
por i shtojnë mëkatit mëkat. Dhe unë tani çfarë duhet të bëj? 3 gjëra. Përpara së gjithash, mos mendo se Asiria është kaq i fuqishëm sa që nuk ka mënyrë që të mposhtet. Por leru vështirësive të tuaja që t'u japësh distancat e duhura, sepse ke një Zot që është më i fortë dhe ka për të të thënë, kujtohu, dhe thot tek Luka, ju po ua them dhe po ju quaj miq të mit, mos keni frikë nga ato që mund të prishin mishin dhe s'mund të bëjnë gjë tjetër përveç se në mish, por të keni frikë prej atij i cili mund të prish mishin, por edhe shpirtin ta hedh në liçenin e zjarrit. Asgjë nuk mundet të bëjë njeriu. Asgjë s'është e pamundur për Perëndin. Falenderojmë Zotin. Ashazi, bëri atë që nuk duhej. Ti në jetën tënde çfarë do të bësh? Dhe është një urdhër i Zotit, i cila është e qartë, një dhe praktik për të gjithë ne, tek ligji për trirë, dhe të doja të shkojmë ta shohim, nëse doni të hapni. Ja të shohim ku thot. Është një profeci e Zotit në kapitullin e 8, kapitulli 17, me falni, tek ligji për trirë dhe paragrafi 14. Thot Zoti: kur do të hysh në vendin që Zoti Perëndia yt po të jep, dhe do ta shtihesh në dorë dhe do të banosh atje, në rast se do të thuash, Zoti ta ka dhënë këtë trashëgimi, ti çfarë do të thuash? Dua të caktoj mbi mua një mbret, ashtu si tërë kombet që më rrethojnë. U bë kjo. U bë. 200 vjet pas kësaj profecie u bë, kur i kërkuan Samuelit mbret. Na vajos një mbret sikur kanë kombet, në mënyrë që të na mbrojë dhe që të luftoj dale përpara në luftë, të na mbrojë në luftë. Zoti është ai që na mbron. Pra, do të vesh mbret mbi veten tënde, do të caktosh mbi ty mbretin që Zoti Perëndia yt ka për të zgjedhur, do të caktosh mbi ty një mbret të zgjedhur midis vëllezërve të tu, nuk do të mund të caktosh mbi ty një të huaj që të mos jetë vëllai yt. Kujdes këtu, bën gabim në zgjedhjet. E para, të parën gjë, ai nuk duhet të ketë një numër të madh kuajsh. Kjo është kush është tregon forcën ka. Kush ka kuaj tregon forcën, e? Është tek paragrafi 16, e? Mos vrapo në Egjipt për të gjetur për kuajt. Mos beso se fuqitë njerëzore janë ato që kanë për të bërë të fortë. Pali ka për të thënë se kur të jem i dobët, atëherë jam i fortë. Përse? Sepse në dobësinë time, forca e Zotit është e përkryer. Çfarë don të jesh? I fortë apo i dobët? Çfarë don të jesh? Si don të ndjehesh? I fortë apo i dobët? Dhe nëse don të ndjehesh i fortë, forca jote nga ku don që të buroj? Nga Zoti apo nga kuajt që vrapon të gjesh, të blesh, të furnizohesh me armatim për të luftuar, e? E para, mos kërko të gjesh furnizime njerëzore. E dyta,
paragrafi 17. Nuk duhet të ketë një numër të madh grash me qëllim që zemra ti të mos shthuret. E din çfarë të thotë kjo? Nuk do të thotë që të mos bëhesh, që të martohesh me shumë gra, jo. Në atë kohë, mbretërit, dhe jo vetëm në atë kohë, por edhe në Bizantët, edhe në ditët e tona akoma, forca bëhet kur bashkohesh. Bashkojnë shtëpit e tyre, bëjnë krushqi, pra martohen mbretër të një vendi me mbretër dhe me mbretëresha të mbretërve të tjerë, në mënyrë që të bashkojnë fuqitë e tyre dhe për të bërë krushqi dhe të bëhen më të fortë nëpërmjet miqësisë së tyre. Pra mos bëj beslidhje kështu pra me njerëz në mënyrë që të bëhesh i fortë. Pra së pari përdor gjërat njerëzore, mos u ngjit me njerëzit dhe nuk do të grumbullosh për vete një sasi të madhe argjendi dhe ari. Kjo do të thot pra mos ki guximin tek paraja, tek pasurit, duke menduar se kanë për të siguruar jetën tënde të gjatë apo për të siguruar forcën tënde të madhe. Mos e bëj këtë sepse një herë të gjitha mund të humbin, ashtu sikur se humbën në Jeruzalem, në Samari dhe në Siri kur ranë. Falenderojmë Perëndin. Një kjo, sill problemin e Asirit në distancën e tij të vërtet, në madhësinë e tij të vërtet, më falni. Nëse është të kesh frikë dikënd, atëherë të paktën të kesh frikë atë që duhet ti kesh frikën. Ti kesh frikë këtij që ka fjalën. Unë do të tregoj se këtë keni frikë, thot fjala e Perëndis. Dhe na e thot edhe tek letra Filipianëve në kapitullin e 2. Me frikë dhe me drithma veproni për shpëtimin tuaj. Me frikë dhe me drithma. Por zakonisht nuk na kujtohet pika tjetër që thot, sepse Perëndia është që edhe don, edhe që vepron sipas mirësisë së fuqisë së tij. Prandaj ki kujdes se ku shpreson. Nëse shpreson tek i forti, ta kesh frikë të fortin, të kesh frikë Zotin, sepse Perëndia është ai ku don dhe vepron sipas mënyrës që ai dëshiron. Ashazi e dinte këtë. Dhe për këtë arsye e mohoi fjalën e Perëndis, e mohoi mesazhin e Ungjillit. Ai je i gatshëm që ti nënshtrohesh asaj që të thot Zoti. Kjo është një kërkesë e madhe këtu, sepse zemra jonë ngrihet, mendimet e tona vinë, është të duash dhe të veprosh sipas mirësisë së fuqisë së tij. Falenderojmë Zotin. Ky është ku duhet më të vërtet të kemi frikë. Është edhe një arsye e tretë, sikurse është fjala e ngushëllimit për ne. Është fjala ku sot Zoti don të na jap në mënyrë që të na ndihmojë të kuptojmë se në fund të kësaj ligjërate të takojmë Zotin sipas zgjedhjeve që ne bëjmë. Thot Isaia, ekziston dikush i cili përpara mejet dhe përpara tejet ka qëndruar përpara
Asirit, përpara njerëzve të cilët ishin gati ta shkatërrojnë. Ka qëndruar përpara atyre që e urrenin dhe ka qëndruar jo se ai kishte ndonjë faj, jo se ai bëri ndonjë gjë të keqe, por sepse ai parashikoi se ekziston një vepër për ty dhe për mua, të cilin ne nuk mund ta mbajmë, dhe vetëm ai mund ta çojë në anë. Kjo vepër vendosi Jezu Krishti ta bëj. Vendosi Jezu Krishti ta bëj dhe me kosto. Me një kosto të tillë ku askush nuk mund të njihte fytyrën e tij se kush ishte, nga vuajtjet e tij. Por flijimi i tij nuk shkoi kot. Nuk shkoi kot sepse fryti i dhembjes të shpirtit të tij kishte si rezultat të lindnim ne, ti dhe unë, të shoh pasardhës, dhe na thot këtu fjala e Perëndis në paragrafin e 15, fjala e ngushëllimit në kapitullin përpara, sepse kështu thot Zoti i plotfuqishëm, i shenjti i Izraelit, se në kthimin dhe në qetësinë dhe në prehjen tënde do të shpëtohesh. Të let kujtohet se nga ku vjen forca jote dhe pritë Zotin të veprojë në jetën tënde. Qetësohu dhe do të shohësh se Zoti Perëndia yt është ai që ka për të bërë gjëra të mëdha. Po të shohim fjalën e parë të kapitullit që është përpara dhe që ai që është pastaj. Për shembull në kapitullin e 28, fjala është në kapitullin 28 tek Isaia, fjala e parë thotë mirë. Në kapitullin e 30 prap fjala e parë thotë mirë, në 31 thotë mirë, dhe më poshtë thotë mirë. Ki kujdes. Respektoje Perëndin. Mos mendo se Perëndia është i dhënë në jetën tonë për të bërë si duam ne. Perëndia është i shenjtë. Ki kujdes se fjala mirë ka dy rëndësi. Njëra rëndësi që ka kjo fjalë është mirë për mua, për atë që thot Perëndia kur thot mirë ju, targambledhës dhe farisejnë hipokrit, por ka dhe një rëndësi tjetër. Rëndësi të dytë dhe vlerë të madhe, kur këtë fjalën mirë e thot tek unë, t'ja them unë pra vetës time, mirë për mua, se jam njeri, do të thot Jeremia. Jam njeri me buzë të papastra dhe jetoj në mes të popullit me buzë të papastra. Mirë për mua, o Zot. Profeti Isaia thot këtë, jo Jeremia. Sepse ambienti që më rrethon është një ambient që nuk don të miren dhe më krijon vazhdimisht pengesa dhe probleme në jetën time. Por kam fjalën tënde në jetën time. Aty ku lexuam përpara tek urdhrat që jepte për mbretin, kishte edhe një urdhër të fundit, të cilën nuk e lexuam dhe do ta themi tani. Mbreti që do të bësh të mbretërojë mbi ty, thot Zoti, do të shkruaj me dorë, me shkrim dore, ligjin e Zotit. Do të ketë gjithmonë fjalën e Zotit pranë ti. Dhe këtë fjalë do ta lexoj çdo ditë dhe kjo fjalë nuk do të mungoj kurrë nga pranë ti. Ligji dhe urdhëri i Zotit për ty dhe për mua sot. Fjalën e Zotit pranë nesh. Të mos mungoj fjala e Perëndis, sepse nëpërmjet fjalës të Zotit, fjala e Zotit është burimi i forcës tonë. Falenderojmë Zotin.
Zoti të na ndenësoj gjithmonë që shikimi jon të jetë i kthyer tek Ai, shpresa jon të jetë vetëm tek Ai dhe të gjitha sa të vinë në jetën tonë, gjithçka që të vijë prej Tij. Amen.